Nderuar zonë gjyqtari, ju falenderoj shumë për pyetjen. Në 10 vitet e eksperiencës si kryetari i Bashkisë Tiranës ka 2 mënyra se si thirret këshilli. Ose thret kryetari i Bashkisë për vendimet e veta, qofshin nga ato që janë rutinë, ndihma ekonomike, pagesat e qirave mujore, apo në vendime të rëndësishme siç janë buxheti. Ka dhe një mënyrë tjetër kur e thret këshilli. Kur e thret kryetari, është kryetari që fton këshillin. Kur e thret këshilli, këshilli duhet të ftojë kryetarin. Me shumë respekt dua vetëm t'ju korrigjoj pak në pyetjen tuaj, nuk kam marrë përgjigje nga këshilli. Kam marrë përgjigje nga sekretari i këshillit që nuk është antar i këshillit bashkiak. Dhe nuk është autorizuar nga këshilli, këshilli duhet votonte për këtë ftesë. Sepse këshilli mund të mblidhet edhe vetë, por në këtë rast kur gjykohet kryetari i bashkisë, duhet merrte një votim këshilli bashkiak për këtë ftesë. Dhe nuk mund ta linte këtë në një komunikim me sekretarin e këshillit që nuk është as i zgjedhur, është thellësisht administrativ. Kështu që në këtë sens është shkelur, as nuk jam njoftuar të shohësh nga televizioni i Burgut që po mblidhet këshilli bashkiak i Tiranës. Tani flas më me shumë respekt dhe solemnitet për gjykatën, po flas më shumë si me një gjuhë thjeshtë ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Unë nuk kam parë një eficiencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të orarit punës, në datën 24. Do të thënë një eficiencë kur unë kam kërkuar për ndihmë ekonomike, kam kërkuar këshillin për lloj-lloj situatash dhe duhet lutesh aman t'u japim lekët njerëzve që s'mbyllen dot muaj. Një eficiencë shembullore që fillon me këshillin bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslënëse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmeshme, katastrofike, pandemia e tërmetit, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë, nga këshilli te prefektura, ke ministri i linjës, te VKM-ja, te presidenti i kështu me radhë. Kështu që në këtë sens ky është fshati që duket. Nuk ka nevojë për kallauzin tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për që në aty. A do kisha fuqi që të ndroja mendimin e tyre? Këtë skemi si ta zbulojnë përsa kohë që nuk ma dhënë këtë mundësi. Unë besoj që fjalët kanë peshë. Edhe unë besoj që kur njerëz u jepen mundësia që të shprehen, në të kundërt, diferenca do të ishte, ju keni bërë diferencën në këtë vendim sot. Diferenca që keni bërë është ja si bëhet një proces ku ne dëgjojmë pak. Dhe unë besoj që për njerëz, prandaj thash, fyerja më e rëndë e jetësime se mund të bëhen nga njerëz që e dinin për ditë për kushtimin tim. Dhe që ju lutesh atë vinin për vendimet sepse Tirana siç e keni parë që një kantier të 10 vite. Dhe prandaj them eficienca me të cilën shkoi nga padrejtësia në padrejtësi, me një ritëm dhe një shpejtësi të jashtëzakonshme, ishte thellësisht mbreslënëse. Dhe për këtë them nuk e di si do të ishte vendimi i tyre nëse do t'i shkoja në sy dhe do t'ju kujtoja pikërisht këto skenare. Edhe ndoshta do t'ju kujtoja edhe faktin që nesër mund të jenë ata viktimë e kësaj padrejtësie. Nesër dikush ju jap vetëm një shembull prej punës që kam pasur, kryetari i Bashkisë Medellinit u rrëmbye nga një organizatë